Me qësuri televizion jemi në aftësinë e intervistës së ditës. Ditët e fundit, kryeministri Edi Rama ka dalë me disa deklaratat e paprecedenta dhe skandaloze. Fillimisht u ndal në zonat e ndryshme të Shqipërisë, ku tha vajzave që të përdorin hiret e tyre për të mbledhur vota dhe të bindin dashurit e tyre të votojnë Partinë Socialiste. Më pas u tha të gjithë meshkujve që nuk votojnë Partinë Socialiste jeni çyryk. Vjoj më tej me skandalin, duke thënë kryeministri Edi Rama, u tha të rive, fëmijëve, që futuni në Google dhe kërkoni Edi Rama nudo. Vjoj sërish edhe më tej kryeministri Edi Rama me deklaratat e tij skandaloze, ku ditën e djeshme tha se ata që nuk e votojnë Partinë Socialiste janë autik politik. Kjo ngjalli polemika të shumta në mbar komunitetin shqiptar. Sigurisht për të diskutuar në lidhje me deklaratat skandaloze të kryeministrit Edi Rama, por edhe se çfarë ofron kampi tjetër politik për qytetarët shqiptar, se si do mbrohet familja e të tjerë. Kam kënaqësinë të kem në studio Jonathan Panu nga koalicioni Pro Familje, se kandidat për deputet i Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës, gjithashtu konservator në mendime dhe ide. Panu, ju përshëndes dhe faleminderit që erdhët. Zoti Marku, faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi. Atëherë, siç e thash, siç e bëra parantezën, kryeministri Edi Rama ka dalë me disa deklarata skandaloze, kanë ngjallur reagime të shumta, pa kënaqësi tek meshkujt, femrat, tek nënat, tek baballarët. Çfarë po ndodh me kryeministrin? Po duket që po e ndjen humbjen dhe duket që e ka kapur paniku i orëve të fundit dhe në atë klithmën e tij përpiqet që të shpëtoj veten me batuta që në mendimin e tij mund të jenë metafora, por në realitet janë ofendime dhe është një komunikim skandaloz që po i përcjellet qytetarëve të këtij vendi. Vetëm 2 ditë më parë kam bërë një video reagim për sa i përket Edi Ramës, i cili bën thirrje publike të rinjve dhe të rejave nën mosh që të googlojnë në Google Edi Rama nudo. Qa ka më skandaloze se kaq? Pra një kryeministër tentoi ta fsheh, duke thënë se ata nuk ishin të rinj, nuk ishin të vegjël. Po ata ishin minoren. Pra, dhe një pjesë e tyre ishin madje nën moshën 14 vjeçare. Dhe çfarë ishte akoma më skandaloze, në orët e darkës u futa po kërkoja në Google Trends për ato fjalët që kërkohen më shumë dhe a e dini që kishte patur një boom klikimesh dhe kërkimesh në internet. Edi Rama nudo. Edi Rama nudo dhe kryesisht në qarkun e Dibrës dhe në qarkun e Kuksit. I kam screenshotet, mund t'ja vej në dispozicion. Pra, Edi Rama ne dim ka 12 vite që po ke qeverisë këtë vend. Por Edi Rama po dëmton realisht familjen shqiptare. Me projektliqe që ka tentuar që të kaloj, me gjitha këto agendat globaliste majtiste, surrogacinë e tjera. Surrogacinë, abortin vajzave 16 vjeçare pa dijenin e prindërve, me projektliqen për sterilizimin ku të rinj treja mund sterilizohen me prerje që i hap rrugë ligjit për transgjinorizmin, ne kemi nevojë që ngrem zërin ton. Partia Demokratike është një parti konservatore e djallë, që do thotë ne jemi pro jetës, ne jemi pro familjes, ne jemi pro vlerave tradicionale që kemi kaq qindra vite që i mbartim. Shiko, ndërkohë që jemi në terren, po kuptojmë diçka. Ta sqarojmë pak këtë çështjen. Pas termave çyryk, shihni fotot e mia nudo, doli dhe përmendi autik politik. Dhe duket që më pas dje nxori një video pastaj kur kërkonte falje për mënyrën se si kërkonte një lloj ndjese, por e vijoi sot sërish. Po, kërkonte ndjes për keqkuptim mediatik të kënetës. Kështu e kishte përshkruar më saktë. Vetëm për të shmangur pjesën e procedurave te komisioneri kundër diskriminimit për gjithë ata fëmijë që mund të jenë të prekur nga sindroma e autizmit. Po kjo nuk e shpëton Edi Ramën. Pra, dhe ajo që Edi Rama i tha vajzave socialiste që nëse ju dashurit tuaj nuk votojnë për Partinë Socialiste, atëherë ndauni dhe lini ato, është lufta e klasave që me komunizmin besoj prezi prindërve tanë ka mësuar më së miri. Nëse nuk ju përkasim njëjtës ideologjie politike, nëse nuk ju përkasim njëjtës parti, atëherë ne nuk mund të jemi bashkë dhe nuk mund të dashurohemi. Pra, në mendsinë e vet komuniste ai vazhdon akoma